armësht në shishe. Me këtë spot janë shqetësuar edhe përfaqësuesit e prodhuesve të qumshtit. Qumshti i paprocesuar, ai që blihet zakonisht në shishe të plastikës, mund të jetë përplot bakterie. Kjo reklam ka hidhëruar, nervozuar e ofenduar Hasimi Halilin nga Godanci Shtimes. Ajo dhe vëllai i saj Gjevati janë të bindur se qumshti i lopëve të tyre është më i mirë dhe më i pastër se ai i kutijave të letrës. Hasimi e mje lopët 3 herë në ditë dhe mbush plot shishe. E gjithë kjo punë, sipas saj, bëhet me pastërti të plotë. Kur ti mjedëm, ja pastrojna gjitë, ja fshina me pencet, ti përvlojna shishat, i përvlojna me sjajm, i lojna me kullu shishat edhe e qesëm shisha. Edhe s'ka me krëpe atë. Gjevati nga ky qumsht e mban familjen pasi shet 30 litra në dite. Ai thot se lopët e tij janë të shëndetshme. E kam instrumentin me alkohol e qes, 2 lugje qes qumsht, 1 alkohol. Edhe asi, nëse bëhet ai pak si droqka, si kukra, nuk është në për treg. Një qitë ka mujt me kone infektune, atë qitësune nuk e kom qitë në shqitja në përdërim. Ky prodhues ka frikë se një reklam që doli në treg dhe e cila bën thirrje për të mos e përdorur qumshtin në shishe, po e dëmton atë materialisht. Valan Shala, menaxher për marketing në Devolli Kompani, ka pranuar njëherë se kjo firmë është sponsoruese e reklamës, por më pas është tërhequr nga deklarata duke mos dashur të komentoj më tepër rreth saj. Megjithatë, Gjevati del se ka mështërinë të besueshëm. Që 2-3 vjet e blej për tine, dhe është shumë të mblimje. E kreu i shoqatës së prodhuesve të qumshtit Minazim Berisha, tha se reklamat e tilla dëmtojnë fermerët dhe prodhuesit e vegjël të qumshtit në Kosovë, por ai ka vërejtje për qumshtin që shitet në shishe. Pas pjelës së lopës mendoj se ai bakteriologikisht nuk është qumsht i pastër, i cili duhet lejohet që të shitej në treg. Sipas Berishës, fermerët e cilët bëjnë tregti qumshti në këtë mënyrë duhet të inspektohen më shumë nga Agjencioni për Ushqim dhe Veterinari. Banorët e një fshati